Për sa I përket fermierëve të vegjël, realisht ka pas nisma shumë pozitive nga qeveria për me I bashku fermert në forcimin edhe në rritjen e tyre të mëtejshme, por shpeshherë për arsye dokumentacioni të ndërlikuam dhe financash, ata nuk ja kanë dalë për me kenë pjesë e paketave dhe incentivave që I ndihmojnë për mu zhvillu dhe për me ecë në sektorin e tyre. A parashikohet një skemë e veçantë që ka më fleksibilitet për me ndihmu pikërisht fermerët e vegjël në punët e tyre, flasim kryesisht për zonat rurale, pasi ata kanë një bujqësi që trashëgohet ndër breza, është kryesisht bujqësi tradicionale, jo shumë e zhvillume, por besoj se me pak lehtësim dokumentacionesh, ata mund t'ja dalin shumë mirë. Ndërsa pyetja tjetër, që prap lidhet kryesisht me zonat rurale, sepse besoj këto janë më pak kanë kenë më pak në vëmendje. BE-ja I jep shumë prioritet zona rurale dhe po investon shumë, momentalisht kudo në vendet e veta, dhe sigurisht që arsimi është një shtyllë kryesore. A përfshin fonde shtesë në buxhetin e vitit 2026 për mësuesit që detyrohen për me udhëtu në distanca të largta, shpesh edhe në kushte të vështira, moti, për me kry misionin e tyre shumë heroik, realisht siç është mësimi. Por përveç mësuese kena dhe nxënësit që nuk janë shumë në numër pikërisht në këto zona dhe udhëtojnë poshtë në distanca të largta për t'u arsimu. Thash, mund t'jenë pak pyetje në detaje, por besoj janë shumë të rëndësishme dhe njerëzit kanë interes për me I ditë dhe mu informu matej mbi këto pika.